Çfarë fshihet pas rikthimit të Arbanës dhe Alaudinit në Big Brother VIP Albania 4? Finalja e Big Brother VIP u hap me një surprizë që zgjoi menjëherë interesin e publikut. Një klip emocional ku dy emra të fuqishëm të historisë së këtij formati, Arbana Osmani dhe Alaudin Hamiti, u shfaqën papritur duke ndezur diskutime të shumta. Arbana, figura ikonike që për vite me radhë ishte sinonim i Big Brotherit shqiptar, u rikthye përmes një monologu të regjistruar më herët. Ajo foli hapur për arsyet e largimit, duke përmendur lodhjen, por mënyra si u artikulua mesazhi la vend për interpretim. Shumë e pan këtë si një thumb të rafinuar ndaj mënyrës se si është zhvilluar spektakli në mungesë të saj. Ndërkohë, Alaudini, i njohur si moderatori i Big Brother VIP Kosova, u shfaq gjithashtu në klip, duke bërë që prania e tij në finalen shqiptare të mos kaloj pa u vënë re. Kjo ngjalli kurreshtje në rrjet, me spekulime që varjojnë nga një bashkëpunim simbolik mes dy produksioneve, deri te një formë fshet komunikimi për atë që mund të vijë në të ardhmen. Përfshirja e këtyre dy figurave nuk ishte thjesht një homazh nostalgjik. Për shumë, ky ishte një rikthim simbolik me nënkuptime të thella. Dhe siç ndodh shpesh me Big Brother, çdo detaj ka më shumë se sa duket në sipërfaqe.